Në stinën e verës, kur temperaturat janë të larta, shëndeti i qytetarëve është i ndërlidhur edhe me ushqimin që e konsumojnë, sidomos me produktet e mishit. Nuk janë të pakta rastet kur qytetarët hasin në produkte jo cilësore edhe pa afat, si në dyqane e po ashtu edhe në gastronomi. Në këto ditë të nxehta, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë thotë se kanë në fokus kontrollin e tregut, sidomos të produkteve të mishit. Megjithatë, nuk kanë dhënë statistika për sasinë e produkteve ushqimore të asgjësuara gjatë periudhës janar-maj të këtij viti. Gjatë vitit 2024 janë asgjësuar 104.191 kg produkte ushqimore me origjinë bimore. Po ashtu janë asgjësuar produkte me origjinë shtazore 522.955 kg produkte mishi, 226.381 kg dhe produkte peshku 40.505 kg. Në Agjencinë e Ushqimit thonë se produktet që janë në treg janë të sigurta pasi që janë kontrolluar e hulumtuar në pikat kufitare në vend. Të gjitha ngarkesat që importohen në Republikën e Kosovës fillimisht i nënshtrohen kontrollit zyrtar të inspektorëve të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë dhe vetëm kur janë në përputhje me ligjin, ato lejohet që të kryer çdoganimi i tyre dhe të dalin në tregun e brendshëm. Aktualisht produktet e cilat janë në treg janë të sigurta sepse në secilin moment kur eventualisht mund të ekzistojnë ndonjë dyshim mbi to, atëherë gjithmonë vendoset që të largohen nga tregu, të hulumtohen dhe pastaj varësisht nga rezultatet finale që nxjerren nga hulumtimi, atëherë vendoset për fatin e produktit. Nga dita e parë që është dhënë njoftimi se ka shpërthime të smundjes avian influenca në shtetin e Brazilit, në disa rajone, po atë ditë Kosova në linjë me vendet e Bashkimit Evropian ka vendosur masën e ndalesës së përkohshme për gjitha ngarkesat nga ky shtet dhe masa është ende në fuqi dhe ne jemi duke i kontrolluar në mënyrë strikte secilën ngarkesë për të evidentuar se